Besim Sherifi, 52 vjeç nga Maqedonia e Veriut, i dënuar me burgim të përjetshëm në mungesë për vrasjen e 3 personave, është arrestuar në Tiranë pas gati 19 vitesh në Arati. Prej rreth 10 vitesh, ai kishte gjetur strehim në kryeqytetin shqiptar duke jetuar në një apartament në zonën e liçenit të Thatë. Për t'i shpëtuar drejtësisht, Sherifi ishte prezantuar si shtetas kosovar duke përdorur dokumente të falsifikuara identifikimi nga pasaporta deri te patenta e drejtimit. Kjo i kishte mundsuar atij të lëvizte lirshëm dhe të ndërtonte një jetë të rreme larg autoriteteve. Mbi 52 vjeçarin rëndon akuza për vrasjen e 3 personave në vitin 2007 në fshatin Kopanic të Shkupit, një vepër penale që sipas legjislacionit të Maqedonisë së Veriut parashikon dënim me burgim të përjetshëm. Pavarësisht se për gati 2 dekada ai ishte fshehur drejtësisë, arratisjes së tij erdhi fundi pas sinjalizimeve për identitetin e vërtet. Burimet policore bëjnë me dije se 2 muaj më parë, forcat operacionale kishin marrë informacion në rrugë operative se një person i dënuar për vrasje fshihej në një apartament në zonën e liçenit të Thatë. Gjatë kontrollit të inskenuar në një postoblok policor, Sherifi u ndalua për verifikim, ku edhe këtë herë u prezantua si qytetar kosovar. Megjithatë, pas marrjes së shenjave të gishtave dhe shkëmbimit të informacionit me autoritetet e Maqedonisë së Veriut, u konfirmua identiteti i tij i vërtet. 52 vjeçari u arrestua menjëherë me qëllim ekstradimin drejt Shkupit, ku do të përballet me dënimin e dhënë ndaj tij për krimin e rënd. Policia shqiptare dhe ajo maqedonase vijojnë bashkëpunimin për finalizimin e procedurave të ekstradimit dhe dokumentin e plotë të veprimtarisë së tij gjatë viteve të qëndrimit në Shqipëri.